ndodhur, më thuaj pak. Në mëngjes, erdi të unë, thash majt atje ku punoj, me erdin, do shkoj Korçë, e po mirë, se ashtë një nuse do merë të vizën. Qa ande, erdi, hyri dhe këtu, të shpia këtu, pa cale kurushka. Vajti mori trokonë, se shdo bënte, ishte për të bërë. U që ditëm, kur po të risnin, erdhëm neve. Atëherë erdha unë, ishin kjo komshia. E gjetët ju atje? Të mbaruar, qa? Jo, me jo i gjallë, ishte për në ambulancë. Po, gjysë morë ambulanca. Kur erdhi ambulanca? Pas gjysë morë erdi. Po letë në nëzirë, tash i qartë i bëjmë televizorit neve. Ambulanca ishte zero, shërbimi këtu në këtë vend të vdesësh mbaron kollaj këtu. Çfarë familje ka zotëria? Ja, kjo, vetëm vetë jetonte. Vetë jetonte? Vetë jetonte. Po çfarë po bënte? Çfarë punimesh po bënte? Po jo, po priste një afika, një drapëra, nuk e di. Sa erdhin e mua në moment, më tha që kanë rritur le për ushka të. Ha m'jep një vazë të vogël të mbyll një borzilok. Thash ja të shikoj. Më tha ta mbushun buble mos shkoti po gradisë do shkoj Korçë ku them nga Korçë, thashun. Në 5 vapës do shkoj vetë thash. Ku plasi bomba?